po tentohet vendoset, ti vendosni në njërën anë gjithë me listën sërbska, me tjetër anë vetë vendosja anti-listën sërbska është kështu, ta marrë një koment nga ju, pastaj edhe... Unë menoj që përkundër asaj që zoti Matoshi po dënë diçka me nxjerrë ma shumë se sa realiteti, unë them kështu. Argumentet janë këtu. Lëvizja vetëvendosi ka qenë shumë e qartë prej fillimit se ka qëndrim politik parimor sa i takon listës serbe. Pra, lista serbe si parti politike nuk i plotson kushtet dhe kriteret për të trajtu me ato kodet që do të duhen një parti politike. Prandaj ka këtë qëndrim. Po, politikisht, okej, ki drejt me unë, po s'ka asnjë njollë juridike mbi vete. Kjo është një temë tjetër për cilën edhe diskutojmë, por i çdo që edhe institucionet tjera të pavara që të ka pas argumente të mjaftueshme që të zhvillohen një proces gjyqësor. Na si qytetarët edhe ti edhe unë, edhe gjithë pa këtu, jemi të obliguar me çu informacione se kemi te prokurori i shtetit. Jo, informacione ka aq shumë, informacione publike madje që i dim se le mo ato që janë ofruar edhe konfidenciale. Ka indikacione për vepra penale. Po ka sigurisht. Edhe nuk arrestuar njerëzit? Sigurisht që ka, edhe do të ketë edhe në të ardhmen që do të publikohen, do dalin edhe publike. Ku ka argument më të fortë se nënkryetari Radojčić, i cili ka qenë nënkryetari kësaj partije. S'është mohën me, u kry me to. Po nuk mund shpërlahet kjo listë për shkak se është e njëjta, nuk mund shpërlahet. Pra, efektet juridike janë të njëjta për një parti politike që përfaqëson dikon dhe s'mund ti me përfshi në president penal krejt një strukturë politike. Pse një kryetar i saj ka qenë terrorist? Në momentin që kreu i asaj partie gjendet në shkelje flagrante të kushtetutës. Po s'është më kjo? Po ai ka dhënë ndërheqje, edhe ka ikë për Serbi, por ajo listë serbe e cila e ka kriju, ka qenë ai Strumbullari dhe vazhdon të jetë instruktori kryesor, pra i krejt lojës që e luajnë kjo listë serbe, pra janë argumentet mjaftueshme që kjo do të duhet. Okej, leza hapim pak debatin këndej majtës. A është kjo gjua që do të ndërtohet? Edhe a është kjo gjua që do të dominoj në fushatën parazgjedhore, e cila duket që nisi nga momenti i situatës ose i shpërbërjes së kuvendit. Parazgjedhore ka nis me non-shkurt. Kur janë shpallur rezultatet e zgjedhjeve të non-shkurtit, kur Albin Kurti nuk ka arrit me i marrë 500.000 vota që i ka kërku, dhe ka fillu me ofendime dhe me fyrje ndaj partive opozitare, aja ditë ka fillu fushatën zgjedhore dhe a ditë ka tregu që aja nuk do me bo qeveri. Edhe këtë kjo ko, prej asoj ditë, dhe në ditën e sodit, fal Albin Kurti që s'ka dash me bo qeveri, ne jemi ku jemi. Për ndryshe, sa i përket procedurave, se qysh konstituohet kuvendi, këto janë për kushtetuesi, janë ligjore, janë madje dhe praktika që Kosova i ka ndërtu, kjo Kosova jonë e re, kjo demokracia jonë e re, janë ndërtu këto praktika. Pra funksionet kryesore të kuvendit janë, sa po del nga zgjedhjet, certifikohen rezultatet zgjedhore, kuvendi funksionin e parë ka me e konsideru veten e saj. Momentin kur kuvendi e konsideron veten e saj, atëherë funksioni i dytë i kuvendit është me zgjedh qeverinë. Nuk mundet kuvendi me procedu me zgjedhjet komisioneve parlamentare, pra aq kosa nuk e ka zgjedh qeverinë, sepse s'mundet me funksionuar kuvend pa qeveri. Pra funksioni i dytë i kuvendit është me kriju qeverinë. Kur të krijohet qeveria, atëherë ka kuvendi funksionet me kriju komisionet parlamentare. Kështu është e rregulluar edhe me kushtetutë, edhe me ligje, edhe me teorinë e praktikën parlamentare, po edhe me teorinë dhe praktikën që kemi ndërtuar ne nga 2008 e tutje. Dhe kjo gjuhë kujt i shkon për shtati në një situatë të tillë. Kjo gjuhë polarizim. Polarizimin të shikoj tash vetvendosja është parti politike që asnjëherë nuk ka mri me bo politik pa e pas një armik. Domethënë gjithmonë është mundu me e kriju një armik e që pastaj këtë politikën edhe këtë narracionin e fushatës që e organizon duke sulmu qatë armik që e ka kriju. Armik politik po flasim. Dhe në këtë rast, vetvendosja prandaj o mundu. Vetvendosjes këtani?
Urna? Ku që në administrativë? Krejt partitë opozitare. Atë që thë zoti Matoshi është e vërtet, ta kanë shprenda fotografi të kuvendit Kosovës, ku janë vetë vendosja aty me guxo dhe me alternativen, nuk janë as PDK, as AK, as nisma dhe as lista serbe.